Unë mendoj që nëse Kosova është dashur në herë me u çu në protestë deri tani për se çfarë po ndodh është pikërisht ky ligj. Unë kam thonë gjithmonë tërheqja e Vučićit në veri ka qenë një dhuratë për Kurtin, Kurti ka dhënë dhuratë Vučićit me ligjin për regjistrimin e serbëve. Po thuaj që marrëveshje mes Kurtit edhe Vučićit do t'ja bazi? Absolutisht, unë nuk tërheqja e strukturave paralele atje ka ndodhur, tërheqje me marrëveshjet Aleksandar Vučić për zotin Kurti si hedi e përzgjedhjet jashtëzakonshme, sot ja kthen me ligjin, po thuaj që kjo që ka ndodhur absolutisht shpërblem marrëveshje? Absolutisht. E fundit, fatkeqësisht është tema për cilën kena folur dhe ke parë në shkrim fillimit, derisa po flasim për implementimin e marrëveshjes së Ohrit. Zoti Kurti para zgjedhjeve të dhjetorit në zgjedhjet e kaluara në RTK deklaron që marrëveshja e Ohrit është e vdekur. Mandej e pranoi. Tha po, kemi obligim. Mandej filloi në heshtje implementimi i ligjit për shtetësi ku jep të drejtë kriminalëve të ikun nga lufta në Bosnjë dhe në Kroaci, që kanë qenë ditë 98 këtu ta fitojnë në shtetësinë, jo vetëm ata, po dhe fëmijët e tyre të lindur në Beograd, në Kraljev, në Prekuplje, në Nish, në Srpska Republika, kudo që janë, u konsideru si një implementim i njëra prej pikave të marrëveshjes së Ohrit. Derisa ndodhi Pardje ku Serenceni, i cili tashke edhe me zotin Kurti shkon edhe në forum atje, sipas Arsi Llajçakut, deklaroi se tashmë ka filluar implementimi i marrëveshjes së Ohrit nga të dy palët. Përderisa zoti Kurti nuk e ka përmend heshtje implementoi ligjin, ka filluar implementimi i marrëveshjes zoti Abazi, sepse kryeministri po vrisohet me pranues që ka filluar, na kemi ligjin për shtetësinë edhe këto çka do të thoni. Fatkeqësisht I kena vetëm 3 minuta zoti Abazi. Po në rregull është, unë mendoj që e përmbledh edhe unë jam në linjën e ne, marrëveshja e Ohrit edhe Brukselit është duke u implementuar. Lista sërbska I ka 10 komuna, është ka funksionon si asociacion, ligji për regjistrimin e ish-kriminalëve të Bosnjës së Kroacisë është ka funksionon. Unë mendoj që nëse Kosova është dashur në herë me u çu në protestë deri tani për se çfarë po ndodh është pikërisht ky ligj, cilin Kurti realisht ja ka dhënë dhuratë serbëve në kompenzimin për atë se çfarë është lejuar që të bëj në veri. Unë kam thonë gjithmonë, tërheqja e Vučićit në veri ka qenë një dhuratë për Kurtin, Kurti ka dhënë dhuratë Vučićit me ligjin për regjistrimin e serbëve. Po thuaj që marrëveshje mes Kurtit edhe Vučićit do t'ja bazi? Absolutisht, unë nuk tërheqja e strukturave paralele atje ka ndodhur, tërheqje me marrëveshjet Aleksandar Vučić për zotin Kurti si hedi e përzgjedhjet jashtëzakonshme, sot ja kthen me ligjin, po thuaj që kjo që ka ndodhur absolutisht shpërblem marrëveshje? Absolutisht. Absolutisht, unë jam I bindur që Banska na tregon shumë, plagosja e Radojčićit në Novi Pazar edhe ardhja tentimi I tij për me ardhur në veri të Kosovës ka qenë një tentim për me vendos një strukturë të njohur e të kontrolluar prej Radojčićit, për cilin Vučići qartazi ka qenë në valën tjetër. Po thuaj që kjo është marrëveshja Vučić-Kurti. Kjo është marrëveshja. Marrëveshja është që mas Ohrit edhe Brukselit, Vučići ka vendosur me I tërheq të gjitha strukturat paralele në veri, edhe është rikthy në një proces demokratik ku lista sërbska I merr 10 komuna dhe merr ligjin për regjistrimin e serbëve në veri. Dhe kjo është një garanca më e madhe se sa kjo për qëndrueshmërinë e serbëve në Kosovë nuk ka realisht. Zoti Abazi, jena në minutat e fundit, mos më jetë kuriozitet përveç se me të falenderoj, ishte kënaqësi të pasur studion. Ju falemderit edhe juve për mundësinë. Po, përpara se të përfundu, marrëveshja e Ohrit është autonomi për serbët? Është marrëveshja më e keq që kanë pasur shqiptarët pas 1912-s? Absolutisht. Thirrja në vetë menaxhim të resurseve me njohje të karakterit special të kishës ortodokse që është pjesë e marrëveshjes është